U vu në pozitë vështirë Sabit Broka dhe i tha, jo zoti president, si jam dakord. Si dakord? Tolerojmë 30 dhe shpak. Jo se bëjmë dot. Atëherë mund largohemi? Edhe u larguam, nuk qëndruam koktej. E more vesh tash. Përgjigjen e pyetjes së vet. Po si ka mundsi? Asnjëherë nuk ka Dhe është një gjë interesante. Në vitin 2002 është përmirësuar ligji për statusin e dëshmorit në Shqipëri. Dhe dëshmorët e vrarë në Kosovë, që janë rreth 32 veta, njihen dëshmorë të Shqipërisë. Kurse në statusin e veteranit të luftës nacionale shqiptare, nuk njihemi. Njihen të gjithë shqiptarët që kanë luftuar kudo në botë kundër nazizmit, po jo ne që kemi luftuar në Kosovë dhe Maqedoninë në Preshevë. Kundër serbëve. Po, dhe justifikimi, po kjo është për luftën e dytë botërore. Mirë, por në 98 kushtetutës e kemi që kemi luftë është ajo. Në 98 kushtetutës njihet që Shqipëria mbron interesat gjithë shqiptarëve kudo që janë. Pra edhe ne nuk njihemi veteran në shoqata e veteranëve të luftës nacionale shqiptare në Shqipëri. Fare asnjë. Po atë dhe ky ligj është përmirësuar në 2019. Edhe nuk është fut. Ja vlen atëherë të mbrosh interesat e shqiptarëve kudo që janë kur di shteti? Si është kjo? Ma di ndërgjegja. Se unë ndjej veten shqiptar. Se shteti, dakord, shteti janë institucionet që përfaqësojnë. Por ja që ndodh që në krye të këtyre institucioneve vjen shtetas që se ndjen vetë shqiptar. Grua, si pati motivacion vërtet, grua e një terroristi dhe nëna e një terroristi? Nuk e shprehen, po nuk e shprehen. Po e hoqin nga puna. Kuptoj. E hoqin nga puna. Pse do heqin nga puna? Ndërkohë, njerëzit me cilët ju keni luftuar janë gjithashtu përpara gjykimit. Ata tani nuk gjykohen, shko, këtu kemi të bëjmë me një inat të Evropës. Për t'i thënë Amerikës, ja, këta terroristët më sheteti. Sepse Evropa s'ke dakord të ndërin dhe NATO. Dhe Amerika ndëriri edhe pa lejen e Këshillit të Sigurimit, edhe pa miratimin e Parlamentit të Evropës, ndëriri me kokëforcinë e saj. Dhe sot e gjithë ditën, Evropa bëri të pamundurën që UÇK-ja të bëjë një gjyq ndërkombëtar. Por është një gjyq që nuk e njeh historia e drejtësisë botërore, historia botërore që pala fituese të vejë në gjyq për krimet që ka bërë pse ka vrarë pushtuesin dhe pushtuesit mos vjen në gjyq pse ka vrarë ata që pushtojnë. Është një gjykat anti-etnike kundër etnisë shqiptare. Kjo është padrejtësia më e madhe që bërë. Dhe ky është gabimi më i madh që bëri Hashim Thaçi me shok, që miratuan atë gjyq dhe quajtën gjykat të Kosovës. Dhe të gjitha shpenzimet i paguan Kosova. Avukatët, gjykatësit, prokurorët i paguan Kosova, nuk i paguan Evropa. Ku ishit ju në kohën e sulmeve të NATO-s? Unë pata fatin të jem oficeri që mbajta bashkëveprimin me NATO. 70 ditët e luftës të NATO-s, bashkëveprimi, sepse kjo ishte një nga lëndët që unipja në akademi, kur isha pedagog. Qa historie keni të jashtëzakonshme? Dhe ai që një fat për mua që atë që kisha bërë 10 vjet mësim, tani e vjen në praktik vetë. Dhe në orën 4 mbazit të datës 23 mars, na merr në telefon Hashim Thaçi nga Brukseli. Se ata mbaroi mbledhja e Ramujes edhe pajtën në Bruksel për të biseduar se si të bëj bashkëveprimi me NATO. Dhe unë isha me shefin e shtabit përgjithshëm, Bislim Zirapi, se Agim Çaku në fund luftës ka ardhur, është Bislim Zirapi shef shtabit. Një djalë që kishte luftuar në Bosnë, kishte në komandant divizioni. Çeku i mori meritat. Shiko, luftën e bëjnë heronjt, pastaj tjerë shfryzojnë pasat. Dhe na mori telefon dhe na thotë që tani do të marri sonde NATO, do filloj sulmet kundër Serbisë. Një lajm që pakush e dinte. As e dinte njeri. Për herë të parë ne e morëm vesh. Ne kishim vajtë në një zonë operative për të kontrolluar frontin. Dhe kush quhet zonë operative dhe front? Divizionet. Divizionet. Dhe për të kontrolluar vijën e parë të mbrojtjes.
Dhe tani thot do të marrin telefon nga shefi i shërbimit informativ i prefekturës të Kukësit. Ai do të japi me hollësi të gjitha të dhëna se si do të bashkëveproni. Dhe na morin telefon Ram Kusaqe. Dhe filloi Rama të fliste me shefin e shtabit të përgjithshëm. Mirë, po dialekti i tyre me dialektin ton ndryshonte. Tani tha mirë ka dare ara ky morte u pam, domethënë. Bukur. Se ti je nga vendi Kadares? Po. Dhe ai tash përgjegjësia që ndjet e Bislimi, domethënë një ushtri shqiptare dhe vite në ndim NATO. Një përgjegjësi e madhe. E jashtëzakonshme. Dhe nga emocionet që kishte, Ti akoma emocionohesh? nga emocionet që kishte, haroj që isha unë aty. Dhe tha, more, kush i kupton mirë këta të shqipërisë se flasin shpejt? Dhe i thot ai shkrusi që kishim shkruar evidencieri. Po ja kemi shpëtimi se unë një fisha me shpëtim golem. Se s'duhet të merrej vesh që isha oficer nga Shqipëria. Dhe më fal tha, në po se kuptoj. Edhe ai filloi flisë dhe unë shkruaja çfarë do. Pastaj na morin telefon Sean Burns, përfaqësuesi i Amerikës që do ishte me shtabin e NATO-s Kumanov. Dhe ai më dha udhëzime të hollësishme se si do të vepronte aviacioni NATO-s dhe si do të bashkëveprojmë ne dhe çfarë do përdorim, çfarë do bësh këto gjëra. Dhe kështu që atë ditë unë fillova të mbaja këtë detyrën e bashkëveprimit me aviacionin NATO-s. Ipim të dhëna se shiko, aviacioni nuk godet dot po si tregove ti nga toka. Po, çfarë i tregoni t'ju? Sa ta përgatisin në Serbi? Ku i dini t'ju? Jo, tani ne i tregonim për forcat serbe në Kosovë. Aha. Se në Serbi din e vetaj, se atje Serbim s'do godisë ushtrinë, do godisë objekte. Objekte. Industrinë e tyre. Po këtu në Kosovë? Në Kosovë do godisë gazermat e tyre, po dhe në front, se ushtria ishte në front, ku kishte artillerinë, ku kishte ushtrinë. Këto ja i prim neve. Dhe ju kishit dhënat? Po neve kishim luftonin, hiqit ju në vit parë, tani ju thonë, ju më tregoni se sa tanke ka, ku i ka në hartë, edhe unë i hidhja në hartë, në hartë i hidhni me hartë, dhe pësa ja shkruaja anglisht dhe atë shkruaja NATO-s, sepse na i dhanë të gjitha, se i kishim faks, se i kishim gjitha. Bile na ka ndihmuar shumë edhe Gjermania. Gjermania na dha telefona satelitor, që nuk bllokoheshin dot qoftë edhe nga Rusi, qoftë edhe nga Serbia. Dhe ne flisim lishëm edhe, flisim hapur fare në telefon. Ju fliset me NATO? Me NATO. Dhe po sa herë ja dërgonim? 10 herë, 15 herë, 2 herë në ditë. Varet siç kërkonin ata. Dërguat ndonjëherë gabim? Jo, ata veprojnë gabim. Ne jo, nuk bëjmë gabim. Nuk bët gabim e ndërgim koordinatash? Jo, absolutisht. Po, diçka tjetër. Ditën e parë që unë jap të dhëna, unë i dhash të dhënat siç e përdorim neve këtu lindja. Koordinata në hartë, X, Y. NATO kishte kundër në YX, Y pastaj YX. Më thanë mua këto të dhëna që ju bien në detin Adriatik. Po, për pak na goditët, për pak. Atëre, po i thashun pse? Më thanë, si përdor kë jep koordinat pa X-in, jo, duhet dhënë Y-in. Është gjithë problemi. Dhe pse thoni që vepruan gabim? Goditën gabim? Jo, nuk goditën ata gabim. Ata goditën gabim ata. Goditën disa kolona, po jo se ishin të dhënat nga ne gabim. Donin ta bënin këtë gjë? Ishin 19 shtete që vepronin. Të gjitha ato shtetet nuk na donin. Dhe mos harrojmë që një oficer i NATO-s francez e arrestuar dhe e dënuar. Në atë kohë? Në atë kohë. E kapën për spionazh? Po, jepte të dhënat Serbisë se kur do ngri aviacion e ku do godiste. Bile jo pa qëllim, Sean Burns, ditën që mua më dha të dhënat, që do të veproja, më tha një këshill. Kur ne do të thomi se cili aviacion do ngrihet tashti, ka radhën, se ngriheshin me sipas shtetit. Shtetit. Kur do të thomi që do ngrihen francezët, mos ta jepni dhëna. Si mos ta jepni? Në momentin që do kur do të thomi ne që tani ka radhën aviacionin francez, mos e fare të dhëna. Pa besueshme. Domethënë i kishin brenda, por nuk tash dhe tani s'ka nevojë të flasim shumë. Po, edhe unë nuk po pyes më shumë. Herë tjetër,
Kjo shumë, ju emocionuat, për dhe unë kam këtë habin e madhe, çudinë e madhe, se si ndodhi ajo gjë, që dhe tani ka kaluar kohë, është e pamundur të ndodhte. Ajo që bëri NATO është e jashtëzakonshme. Çfarë nuk thanë, me çfarë nuk e lidhen, me historitë e dashurisë të Clintonit, e me çudira, e me çfarë nuk thanë atëre, por ndodhi një luftë, u bombardua. Wesley Clark në librin që ka shkruar, thot në një takim, thot që në një mëngjes që kur shkoi në Washington dhe piu kafe me Madeleine Albright, Madeleine më tha, luftën e Kosovës e quaj sikur lufta ime dhe lufta juaj. Jo i gjithë departamenti ka qenë dakord. Ishte kam ngulja Albrightit me Clintonin. Që i deshem, dhe e bën. Ama sa i kushtoi atyre ajo luftë? Përsëri tani Putini atë po përmend. Po bën krahasimin me Krimen me Kosovën. Dhe askush nuk po flet, duke sikur e tha kot, nuk e tha kot. Është një moment i rrezikshëm për historinë. Siç kërkojmë në Kosovën dhe e kërkon tokat e tij. Është një gjë. Tani se s'është një gjë, kush janë tokat e tij? Krimea.